Sot u festua festa e betares nga nxënësit e klasës së parë së bashku me mësuesen e tyre Hedije Hoxha në shkollën jo publike nënshkruesi pavarësisë Nebi Sefa. Festa e betares shënon përfundimin e një periudhe të rëndësishme të klasës së parë, ku voglushët mësojnë të gjitha shkronjat e alfabetit dhe hedhin hapat e para në botën e leximit, shkrimit dhe të numrave. Ambienti festiv është zbukuruar me vizatime të shkronjave tollëmbace, figura me thënie të bukura për librin dhe dijen. Nxënësit kishin përgatitur një koncert festiv me recitime dhe këngë të ndryshme. Jeni prindrit e mrekullueshëm. Keni fëmijë të mrekullueshëm. Sot jo vetëm fëmijët, po dhe zysha, njëkohësisht bashkë me ju, se unë shoh në sytë tuaj, që të gjithë jeni të përfshirë në emocion. Emocioni është i pranishëm për të gjithë. Kjo është normal. Megjithatë, zysha ju uroj shëndet, lumturi dhe mbarësi këtyre fëmijëve tuaj të mrekullueshëm. Sot jemi mbledhur për një festë shumë të bukur dhe shumë të madhe. Është finalizimi i librit të parë të fëmijëve tuaj, i Abetares.